Në udhëtimin 3 ditor në Shqipëri, pensionistët e Prizrenit kanë përfshirë edhe shirokën turistike dhe brigjet e liçenit. Me Shkodrën dhe këtë zonë ata janë njohur që në fëmijëri nga rrëfimet e prindërve të tyre, pasi përkasin brezit që është rritur në ish Jugosllavi dhe okupimin serb, duke mos pasur mundësi të vinin për vizita në shtetin am. Sot me shumë dëshirë vizitojnë Shkodrën dhe shirokën turistike, duke pohuar se si në Prizren ashtu edhe në Shkodër tashmë ndihen në vendin e tyre. Ne jemi shoqat e pensionistët Prizrenit. Të gjithë jemi të më shumë. Kemi dalë në ekskursion për me vizitu Shqipërinë edhe Ulqinin. Po sot është një ditë e mire, patëm një dëshirë si të vina të shikojmë edhe Shirokën. Po unë jam konë edhe disa herë këtu, jam konë edhe me dalë me shëtit pak edhe me i pa ata vendet e bukura. Unë thonë personalisht, me një numër 10 që me dha një natë. Shkodrani është Shkodran, po mikpritja e Shkodran është shumë e mirë. Në përgjithësi Shqipënia. Edhe ne Shqipëninë e dënë të gjithë se në kohën e luftës të dhemi konë. Na kemi arë pensionera, kemi shëtit shumë qytete, po edhe deshte me pa këtë vend këtu, vendi bukur, vendi turistik, vendi mirë, po edhe për na të rjekë, pëse jemi shqiptarë të gjithë, jemi vllazën të gjithë, edhe për asë shkak me i pa bukurit e Shqipënisë, edhe po kalojmë shumë mirë, jemi mirë njohës edhe juve, se s'jemi të hujnë adin. Shumë mirë, vetë najnë mirë më sefteve, vetë në të mirë s'ka. Shumë mirë vetë, më ka përgjë shumë. Këmë e orë vllazëni tonë, edhe gëzona, shkemi lirë, shkemi të bukur, shoqni, misi, jërëni, vllazëni. Edhe pse ka vështirësi udhëtimi me autobus në drejtim të Zogajve për shkak të punimeve në rrugë, ata shprehin dëshirën që të shohin gjithçka nga afër në brigjet piktoreske të liçenit të Shkodrës. Pjesën më të madhe të jetës së tyre e kanë kaluar duke ndrruar për shtetin am, Shqipërinë, derisa historia e ndarjes dhe okupimit serb mori fund në qershor të vitit 1999 me çlirimin e Kosovës nga ushtria çlirimtare dhe NATO.